Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim mbrëmsorën e parë të së shtunës. Jemi në javën e 16 gjatë vitit liturgjik A, kurse psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burimi i të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer hapësirën e mbar tokës me të mira e dhunti mbushe. Kur krijove rrezullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qef të ngriheshim. Bëj tash vdekatarët t'i qajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në virtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nis frika e madhe, e gjykatësit të tmerrshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi mbushur me dhunti paqeje. Na jep o atë mëshirë ploti, dhe o biri baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqja qoftë me ty, o Jerusalem. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qyteti ndërtuar me mjeshtëri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatorës së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prift e mbara atyre që të duan ty, mbretroft paqja në muret e tua, dhe qetësia në pirqet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit, hyji ton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Antifona e dytë. Shpirti me pret Zotin më tepër se rojtari agimin. Psalmi 130, prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot, dëgjoje britmën time. Leta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por te ti gjendet falja që të dim të druhajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirtim shpreson në premtimin e ti, e pret shpirtim Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha pausive të tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im e pret Zotin më tepër se rojtari agimin. Antifona e tretë. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve,
kapitulli 2, rreshti 6 deri në 11. Krishti, shërbëtori hyjt. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj. Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes, E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëzit, dhe përkah pamja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjtat, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra 2 të Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 1, rreshti 19 deri në 21. U vërtetua fjala e profetëve dhe bëni shumë mirë që të mbështeteni në të si në dritën që ndriçohen në vend të errët, deri të zbardh dita e të lind ylli i dritës në zemrën tuaj. Para së gjithash dijeni mirë këtë. Asnjë profeci që gjendet në shkrim shejt nuk mund ta shpjegoj sipas trillit të kujdo, sepse askurr nuk ndodhi ndonjë profeci me vullnet të njeriut, por njerëzit të frymëzuar prej shpirtit shejt folën nga ana e hyjit. Përgjigjja e shkurtër. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia e tij e madhe i tej kalon qiejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Do të flas në shëmbulltyra, do të zbuloj të fshehura që nga krijimi i botës. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli 1, rreshti 46 deri në 55, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej i brorit hyjit shërbuesit tim. sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, Qëse që tani të gjithë breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet. duke e sjellë në mend mëshiren, Si u apat i premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. Do të flas në shëmbulltyra, do të zbuloj të fshehura që nga krijimi i botës. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, i cili është gëzimi i gjithë atyre që në të shpresojnë, dhe së bashku ti themi: Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Dëshmitar besnik, i parlinduri prej vdekjes, ti me gjakun tënd i pastrove shpirtrat tanë,
Bëj që për herë t'i kujtojmë mrekullit e dashurisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjitha ata që i ke thirrur të jenë lajmtar të ungjillit tënd, bëj që të jenë të qëndrueshëm dhe shërbëtor besnik të mbretërisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Mbreti i paqes, dërgojua shpirtin tënd udhëheqësve të popullit, le të kujdesen për të varfrit dhe të mirët. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Bë hundima e të gjithë atyre që vuajnë nga diskriminimi për shkak të kombësisë, të racës, të gjendjes shoqërore, të besimit ose të gjuhës. Bëj që të fitojnë të drejtat e veta dhe të tjerët ta pranojnë dinjitetin e tyre. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjitha ata që në dashurinë tënde ndëruan jetë. Bëj që të jenë pjesëtar të lumturisë me të lumen Mari Virgjër dhe të gjithë shenjtrit e tu. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Ji i but o Zot me shërbëtorët e tu dhe shtoj në ta dhuratat e hirit tënd, që të zellshëm për ka shpresa, feja dhe dashuria, t'i zbatojnë vazhdimisht dhe për pikrisht urdhërimet tua, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn.